Të mendojmë për jetën e fëmijëve larg politikanëve që duan imunitet nga drejtësia dhe që as partnerë strategjik nuk i pranojnë, ka qenë apeli i drejt për drejt i ministrit të jashtëm drejtuar të gjithë shkodranëve, të cilët do t'i drejtohen kutive të votimit në 25 qershor. Bushanti theksoi se një mandat deputeti nuk mund të jetë mburoj për t'ju shmangur drejtësisë, një procesi që Partia Socialiste e ka nisur prej 2 vitesh dhe tashmë është realitet. Magjia votës është ajo që mund të bëjnë të mundshme, që në 4 vite, familja jote, fëmijët e tu, të kenë një të ardhme tjetër. Dhe mundësisht të ketë një të ardhme pa ato lloj njerëzish, që me çdo kush kërkojnë me kenë deputet, jo për me mbrojt interesat as kësaj zone, as Shkodrës. E kam fjalën për ato që kërkojnë mandatin e deputetit për mi shpëtu drejtësisë, sepse kam probleme me prokurinë, kam probleme me drejtësinë, nuk munden më udhëtu në për disa shtete të rëndësishme të botës që janë edhe partnerë strategjik të Shqipërisë.